Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga I falë dhe tim kërkejmë. Gjematin nderuar, sot do të flasim për të mirat që mundemi me I bë, duke pas parasysh që Allahu subhanahu wa taala na ka mundsuar me bën shumë të mira. Edhe të mirat ne që mund t'i bëjmë, Allahu I din. Para se t'i bëjmë, kur I bëjmë dhe si do t'i bëjmë. Në qoftë se ne si njerëz ndërmjet vete do shta paragjikojmë ndonjëherë pa e ditë se kush jemi dhe si jemi. Mirë po alhamdulillah që Allahu xhaleshanu I din zemrat tona dhe sipas nijeteve tona Allahu edhe të mirat u jep secilit prej nesh. Allahu në Kur'an thot: "Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim." Çka do të veproni nga veprat e mira, Allahu xhaleshanu për të mirat ju që I keni bërë është I informuar. Më thonë ka dituri dhe e din secili prej nesh çfarë vepre të mirë ka bërë. Pastaj thot: "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah." Çka do të bëni nga të mirat, Allahu e din. Pastaj thot: "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Secili prej jush çka do të bën të mirë, qoftë edhe sa një grimcë e vogël, Allahu xhaleshanu e din. Pastaj thot: "Men amila salihan fali nafsihi." Ai cili bën vepra të mira I ka bërë për vete. Kto është qëllimi I veprës së mirë. Askush nuk guxon dhe nuk është mirë të pretendon se unë ja kam bën një të mirë dikujt. Jo, nëse e ke bën një vepër të mirë, e ke bën për vete. Sepse secili prej nesh duhet me pas një bazë të veprave të mira me të cilën do dalim para Allahut fuqiplot. Të ndershëm vëllezër, ende jemi në muajin Dhulhijhe, do të thonë ditët e vlefshme të Dhulhijhes. Sot është ditë e xhumë, është ditë feste, na ka mbetë edhe ditë e shtunë, e diell dhe e hanë. Ditën e hanë është dita e Arafatit, inshallah, dërsa ditën e martë, sipas asaj që e di unë, duhet me qenë ditë Bajrami. Që u përkujtoj edhe një herë, ditën e hanë është ditë Arife, I themi ne, ditë Arafatit, kur haxhilerët atyre Allahu që u ka bën të mundshme si vetë me dalë në Arafat, janë afër 60.000 haxhilerë, inshallah Allahu atyre kabullë u bën. A neve inshallah na çelet rruga për të shkuar në umrë dhe në haç pas kësaj që ka ndodhur në botë. Ditën e hanë është mirë të agjerojmë të gjithë, mirë po nuk është fars. Mos të keq kuptohemi, është sunet I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata që kanë mundësi të agjerojnë. Ata që nuk kanë mundësi, nuk guxojmë ne të ballafaqohemi ndërmjet vete me atë se unë jam më musliman se ti, se unë agjerova, ti s'agjerova. Jo, ata që agjerojnë është mirë, po edhe ata që nuk agjerojnë, nuk guxojmë ne bëjmë debate sepse unë agjerova, pse ti nuk agjerove, por secili e din ose I din mundësitë e veta, sa do të ketë mundësi të agjeron ditën e hanë apo jo. Mirë po, është mirë të agjerohet sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me agjerimin e ditës së Arifës, ne që e bëjmë këtu, I shlojmë mëkatet e vogla para asaj dhe pas ditës së Arafatit, së ditës së Bajramit. Vazhdojmë të ndershëm vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith që transmetojnë Jundub ibn Junade, thot: I kam thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdal, cila është vepra më e mirë. Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, më dha përgjigjen dhe më tha: el imanu billahi, ta besosh Allahun, pastaj wal jihadu fi sabili, edhe të luftosh në rrugën e tij.
Pastaj pyetja, cila pasuri që ne duam ta japim është më e vlefshme dhe më e mirë? Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, pasurinë që më të vlefshme që e ke në shtëpi me dhon. Pasurinë që mendja të rritë ajo pasuri me dhon. Wa aktharuha thamanan, ajo që kushton më shumë. Dhe më thonë, kjo më mirë. Kjo më e mira, dhe më thonë, cilën pasuri është më mirë me dhon sadaka për bamirësi? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot pasurinë më të mirë që e ke dhe më së shumti që kushton. Thot, po në qofse nuk mundëm me e bon këtë, tu inu sanian o tasna li akhraq. Atëherë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ndihmoj atij që bën mjeshtri, ose bëni mjeshtri atij që nuk din mjeshtri. Edhe kjo po mirësi. Për shembull, e kemi një njeri që është duke punu diçka, e ne shkojmë ndihmojmë. Që është duke bën murator, për shembull, ose është duke bën një mur, ama i duhet dikush ndihmë dhe ne shkojmë ndihmojmë. Kjo po mirësi. Kjo një vepër e mirë, apo. Ose dikush e shef murin e vet të shtëpia që nuk on në Terezi, nuk on rregull, ama nuk ja ti rendi, nuk on mjeshtër. Ati e mjeshtër. Edhe shkon, edhe ndihmon ta qetë qatë mur në Terezi që nuk i duket në rregull. Hadithi i dytë për sot që e kam zgjedh edhe disa hadithe tjera që kanë të bëjnë me veprat e mira të ndershëm vëllezër, thot Ebu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo nije e trupit kur bëjmë veprat mira, sa nije ka njeriu aq bamirës është. Fa kullu tasbihatin sadaqa. Fjala tasbih i vjen me thonë subhanallah. Edhe këta ditë tash është mirë themi subhanallah. Këta 10 ditët përmenda para xhumën e kaluar. Thotë wa kullu tahmidatin sadaqa. Pastaj me thonë elhamdulillah. Është bamirësi. Me thonë Allahu Ekber është bamirësi. Thirrja vepra të mira është bamirësi. Mu mundu me largu njerëzit nga veprat e liga është bamirësi. Edhe mi falë 2 rekate namaz pas namazit të sabahut, janë 2 rekate, si falen ata? E falë namazin e sabahut, pas të rinë në vendin ku e ke falë namazin. Deri sa të linë dielli. Pasi që të linë dielli, duhet me prit më së paku 20 minuta, 40 minuta, edhe i falë 2 rekate që quhen salatu duha. Edhe kjo është bamirësi. E pse kështu duhet me prit? Sepse njeriu që e falë muslimani, që e falë namazin e sabahut, e pastaj shumica e xhamatit shkojnë, ai jetë vetë me një qosh, edhe do një shok tjetër me një qosh tjetër, edhe çka mundet me bojnë xhami përpos se dua dhe lutje. Njeriut në xhami nuk i shkon mendja për ka e keqja. Po edhe me çku mendja për ka e keqja përmirëson më një herë. Ke kohë, do më thonë e fal sabahun e para. Pastaj pas sabahut derisa të linë dielli, do të duhet me prit një 10 minuta, 15. Pasi që të linë dielli dhe 40 minuta tjera prit, pastaj i falë 2 rekate që quhen salatu duha. Edhe kjo është bamirësi në vete, sepse ne bamirësit mos ta kuptojmë vetëm se mi dhon dikujt holla ose ushqim. Por bamirësi është edhe me thonë subhanallah, sepse shumësia e rrugëve të mira, do me thonë shumë rrugë të mira ka që na çojnë në xhennet inshallah. Të ndershëm vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, më janë treguar veprat e ummetit tim, edhe të mirat edhe të ligat. Fa wajadtu fi mahasiniha
edhe pasën në veprat e mira që kanë mundësi mi i bon umeti im, është edhe pastrimi i rrugëve. U wajadtu fi masawi a'maliha. Mirë po thot një gabim që shumë i vogël ndoshta, kur ne do njëherë kërkoj falje, poshtimën tonë nuk e dim se ku e hudhim, a me e keq që janë nëse ndodhë xhami. Poshtimën e dim. Shembull, ku e dit? Poshtimët edhe ishtë nuk e shef nudhë, njerë djallë, njerë majtë drejtë, të abë se met diçka këtu, edhe e ka një farë regulli. Edhe ajo, kur të nxjerrë shatë, ka një farë regulli. Do me thamë, janë dy çështje, e para, ke pa diçka në rrugë shumë thjesht, edhe e pastron, e largon anash. Vepër e vogël duket kjo nësit njerëzve. Ama të Allah shumë vepër e madhe. Sepse pejgamberi sa me ka përmend hadith. Mirë pa dhaj gabimi që për në është i vogël, ndoshta te Allahu subhanahu wa taala është gabim i madh. Janë çështje shumë thjeshta, mirë po ndodhin te ne. Tash ne mund me fol për Jupiterin, për Saturnin, për punë të thjeshta që ndodhin te ne mos më përmend asnjëherë. Kjo nuk është në rregull. Do të thonë duhet me fol për çështjet që na tangojnë neve, ne i kemi si problem. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a, mos e nëçmo veprën e mirë, qoftë edhe në qoftë është vogël, ose nuk ke mundësi asgjë me bon për të mira, mirë po mundesh me u buzëqesh njerëzve. Mundesh me i buzëqesh njeriu edhe mundesh me pa i mrolur pak, me nervoz. Në dy rastet, njëri rast është më i mirë, tjetri është i keq. Nëse s'ke mundësi shumë punë madhe me ba, kur të më takojsh mua, pak banu që buzëqeshu pak, ose unë e ti. Se mund me neve kur takohemi, shqicëlim me i pa tritë të tanë, njeriu në hetojnë, thona, hoxho, e shefat, po, e thame, e shef si ecë, thot. Qka ka problem që ecë? Thot, të ecur, hetohet që janë pak këti krije lartë. Para me ndërë kër të takoj shata edhe në tec me të regon që unë jam mbi ti. Ose nuk qesh, nuk buzëqesh, nuk të përshëndet, e kështë më ratë. E pse me e bon këtë gabim, duke pas parasysh që njeriu dhe kër ec pak kok ullur, i për ullur dhe i Zotit, e para, e dita, nëse të kon dika buzëqeshu, për shëndete, krejt këto janë sadaka, krejt këto janë bëmirësi. Pastaj, hadithi tjetër të ndërshëm vëzër e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thot ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qoftë se mundohesh ti pajtosh dy njerëz apo dy familje në sadaka. Kjo çështje ka marrë për masa të mëdha pak te ne, saqë shumë herë duhet mu marrë me këta çështje, mirë po alhamdulillah që populli jonë është ende i ndëgjueshëm e kur thret për një çështje, do më thonë ta beson, edhe si ti thuaj ashtu edhe vepron. Të ndërshëm vëllezër, më mirë do të ishte mos ta bëjmë punën ne për ndërmjetësim. Unë ta kam bënë gabim ti më ke bënë gabim mu, ta hap dorën me dorën, kërkojmë halallëk. Se edhe në qoftë se e bim punën për ndërmjetësim, prap ka marrë të halallëki, s'ka ku vjen. Do më thonë, prap duhet me marrë halallëk, duhet mu pajtu. Mirë po bënja mend, mos e hidhroni njëri tjetrin për asgjë, për çështje thjeshta, për çështje jo serioze. Më ka thani, kam dëgju, edhe ai kam dëgju. Nuk ban ne si popull me inatos, me mërzit vetveten, me i lodh fëmijët e familjet e njerëzit e shokët për një krye lartë. Për shembull, dhe kemi një njeri që nuk lishon penjaj. Apo për çka nuk lishon penjaj? Ka punë që me të vërtet nuk duhet me njëherë me i thonë, valla halal, që halal e ki. Jo, se a i nesër prapë e bën gabim. Ama janë disa çështje shumë thjeshta.
Pse më ka folë mua dhe tash më si foli 10 vjetë. Po mirë me, pa një halal, Allah alem se ka pas punën, atë ka pas dhe një gajlet madha, dhe një problem të madhë. Ti duket që të ka pa, po njëri nuk shë me si, shë me mendje. Ama pëse cilit prej nesh në ka ndodhë, atë ka ndodhë dhe njerë të atakojsh liga dhe të thotë, ma ban halal dhe si s'pash. Po si bësëm pa me si, tjetër kun kesh. Mirë. Në qofë se cili prej nesh mundohet t'ja largon një breng vlaut vetë, qofte madhe, vogël, e leta për e randë, on sadaka, on lëmosh. O l'kelime të tajjibe, sadaka, edhe fjale e mirë të ndërshëm vëzër, o bëmirësi. Edhe se sërin hap që e ban duke shkuar në xhami, është bëmirësi, është sevap në vete. O të mitul edha anit tariki sadaka, edhe me e largu një penges nga rruga, o bëmirësi. A ne për penges nga rruga, vetëm rrugët e tonë se i kemi, mundi me inë xhenet për ditë, prej sabat dhe në aksham, se të du shki me pastru. Ama ne vetë i bajmë. Para me ndëje, ne se dhe në ditë mundohemi këtu të xhamia me pastru. Pse? Jo, asoj në lonat qipsave, smokive, cigareve, tasaje. Ajde, ama di, kush e ban atë? Si o mërmenja do, mundu me ropi qili, jo valla vetë ne i bëjmë. Dhe me thonë, kjo të regon një farë problemi që ne e kemi në aspektin e të, jo që s'jemi të pastër, mos këtë kuptomi, po ndonëherë nuk ja vëndojmë mendjen sa duhet mbeturinave. A ne si musliman, në këtë çështje duhet me qenë shumë serios. Shumë serios, jo vetëm këto. Ku do të shkon muslimani, që ata kujshit, kur ta marrin vesh që e kanë një musliman brenda, ndërtesë, ato të trahatohen. Pse trahatohen, thonë, vallahi, alhamdulillah, në të gjohën e tjere, në të fejre e tjere, që e kina në musliman, se këto din me ndihmu. Ajo e kundër dhe atjetë. Të friksohen njerëzit që ka hi dikush me emrin musliman. Ama ne në përmet veprave të regojmë këtë, jo me muhabet. Të sa dush thë unë jam djali mirë, unë jam djali mirë, punë t'i ke, si djali për djali t'keq. Të ndërshëm vëzër, se cili pre nesh, është mirat që e ka në dorë dhe nuk i duhet, të vëndon në vendin e posaçëm. Posaçërisht tash, ditën e parë Bajramit, ditën e tretën dhe të katërtën, do më thonë, kurbani e përmendëm para kësa jave, por e ju keni ndëgjuar e dini, të au për këtë edhe njerë, prej mas namazit të Bajramit, ditën e martë, një, e mërkur 2, e ente deri gjëman në ikindi, para namazit të ikindis, do më thonë, 4 ditë o ki Bajram, kurban Bajramit. Kemi mundësinë me prej kurban. Mirë po, atë lëkurën edhe ato, zorët edhe ato që s'na duhen, ku kina mi që? Pas edhe këtë duhet me analizu. Jo të e ke prejnë i kurban, e ke dhonë njënit 2 kg misha, kitë më halën e ke qumë kam, nga era se s'ki, e ke hodhë dikon aty. Në zeft të tash, apo, a unë zeft, mos me i bon keq dikujt. Qëllimi i të mirës është me bon të mirën deri në fund. E tash, basia islame, si pas asaj që e di unë, mund një të lexoni në Facebook, se si mbaj mend, ka caktu disa vende me drejtorinë e pastrimit komunal, nuk e di, ata duhet me qenë, me siguri, vendet posaçme, për ata që kanë me prej kurban, e ke vendin, shkon në hudh atje, insha Allah. Në më thonë, i erdhë biseda kësoj teme dhe e përmenda, po mirë që e përmenda se do njëherë në dalin ata mund të dhe ti harojmë obligimet që i kemi ndajush.
Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el imanu bid'un wa sab'una shu'ba. Do të thonë imani nuk është unë e kam besu Allahun subhanahu wa taala, edhe u kri puna. Imani janë shumë pjesë. Thot pejgamberi sallallahu fjalën kryesore që njeriu për me tregu imanin e vet, ose fjalin kryesore e thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ama pjesa me e fundit e imanit është, ose vepra e fundit e imanit është imatatul edhanit tarik, me mbajt rrugët e pastërta. Do më thonë, shumë hadithe i japin rëndësi kësaj çështje. Po sa që risht verës, po mu vjeni nati, edhe nuk e ndi vetër mirë, kur më thot dikush, hoxha, shkova be fala, filani ka marrë abdes, kit uj hinxhami, aj tjetri nuk është parfimos, aj tjetri qarap, kështu i ka, aj tjetri, do më thonë, o vëzë, duhet se cili pre nesh, ta mban vetën e pastër, që nuk të shojnë këtë, që jemi të pastër, mirë po edhe vendin ku flejmë, edhe vendin ku rrimë, edhe vendin ku ecim, edhe vendin ku shëtitim, edhe vendin ku e din që fëmijët e tonë dalin, lëvizin, luajnë, edhe ata vende duhet me qenë të pastërta. Pse? Sepse kjo e argumenton fejnë tonë para të gjithë njerëzve. Kjo argumenton pastërtin tonë para të gjithë njerëzve. Dhe feja islame o pastërti. A pse mës me hinë se vapë me një punë që shumë e vogël është, mirë po o do me thonëse. Une e mësoj vetën dhe juve që veprat e mira në gjuhën tanë thuhet nuk kanë brina. Veprat e mira janë të lloj-llojshme dhe ka veprat mira që janë shumë thjeshta, mirë po duhet me pas kurajo për ti vepru. Inshallah Allah na bën të mundshme që të bëjmë veprat mira të ndeshëm vëllezër. Inshallah Allah na udhëzon edhe të gjithë së bashku në xhenet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.